Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju flasim pak për hudrën e egër ose hudrën e ariut. Këtu në Angli rritet shumë në përpye. I pëlqen lagështira. Sezoni i saj më i mirë për të përdorur është nga fundi i shkurtit deri në fillim të majit. Dhe ato që përdoren më shumë gjatë kësaj kohe janë gjethet e saj të freskëta, gjithashtu edhe gongjet e pahapura. Unë preferoj shumë dhe sa herë që është sezoni i hudrës e egër, mundohem që të mbledh mjaftueshëm dhe ta konservoj në shtëpi në mënyra të ndryshme. Dhe natyrshëm, shumë prej jush mund t'i lind pyetja në këto momente dhe të thonë: po çfarë shije ka? Ku mund ta përdorim? A ka vlera shëndetësore? Dhe me të drejtë, sepse shumë prej jush edhe mund mos e njohin fare, ashtu siç nuk e njihja dhe unë, derisa një ditë rastisa që të ecja në pyll dhe sapo ju afrova zonës ku ishte hudra e egër, të them të drejtën e dallova lehtësisht sepse ka një aromë të fortë hudre, njësoj si hudra e zakonshme që ne përdorim në kuzhinën tonë. Nga kurioziteti, ula mora një gjethe dhe e vura re që aroma e saj ishte e fortë, jo vetëm në erë, por edhe tek duart në momentin që unë e kputa. Kështu që bëra kërkimet e mia dhe më rezultoi që hudra e egër jo vetëm që është shumë e shëndetshme dhe përdoret në receta të ndryshme, por është gjithashtu një nga bimët natyrale më të fuqishme, e pasur shumë me vitaminë C dhe minerale të ndryshme, si hekur dhe magnez. Është një antioksidant i fuqishëm dhe ndihmon shumë në qarkullimin e gjakut si dhe sëmundjet e zemrës. Ka shumë përbërës viral dhe antibakterial që ndihmojnë në imunitetin e trupit. Konsumimi i përditshëm i saj dhe i rregullt ju ndihmon në uljen e kolesterolit, tensionin e gjakut, si dhe nga virozat e stinës. Gjatë kohës që ajo është në sezonin e saj më të mirë, fundi i shkurtit, fillimi i marsit, hudrën e egër mund ta përdorni të freskët në gatime të ndryshme. Po çfarë gatimesh do thoni ju? Çfarë do lloj gatimi që ju bëni në shtëpinë tuaj dhe në atë gatim receta preferon që t'i hedhësh hudër. Në vend që të përdorni hudrën e zakonshme, shumë mirë mund të përdorni hudrën e egër. Jo vetëm që i jep një shije të veçantë, por i shton edhe vlerat gatimit. Në këtë sezon, unë preferoj shumë që ta përdor kur gatuaj byrek, pispili, edhe gatime të ndryshme që bëj me lakër. Hudra e egër ka një aromë shumë herë më të lehtë se sa hudra e zakonshme. Shija dhe aroma që ka do thosha që është midis hudrës edhe qepës. Biles po t'i vini re edhe gongjet në këtë moment që unë po i kpus, ato duken si gongjet e qepës. Gongjet e hudrës do t'i bëjmë të konservuara, turshi. Kanë një shije dhe aromë fantastike. Nëse nuk e keni provuar këtë recetë, duhet ta provoni me patjetër. Po çfarë do bëjmë sot me gjethet e hudrës së egër? Siç e pat edhe në video, gjethet i kemi larë me ujë të pollshëm dhe në këtë moment me tharsën e sallatës po mundohemi që t'ju heqim ujin e tepërt. Këto gjethe mund t'i ruani shumë mirë në pako të vogla, kështu siç po i presoj edhe unë, dhe t'i mbani në ngrirje. Në këtë mënyrë i keni të freskëta për t'i përdorur në përgatime gjatë gjithë vitit. Kurse pjesën ndërmuese të hudrës së egër që e përgatitëm më parë, siç më pat edhe në video, e kemi lënë për t'u tharë në një vend të ngrohtë dhe të errët. Mirë është që të gjithë erzat dhe çajrat e ndryshme që ne kultivojmë gjatë vitit të thahen gjithmonë në një vend të errët dhe të ngrohtë. Në këtë mënyrë, ato e ruajnë më mirë ngjyrën, si dhe vlerat e tyre shëndetësore. Para se ta shkërmoshim, duhet të sigurohemi që hudra të jetë e tharë 100% dhe të shkërmoqet lehtësisht me dorë. Për të ndarë pjesën më të mirë të hudrës, unë preferoj që ta kaloj në një kullojse të tillë. Në këtë mënyrë ndaj pjesën e fortë të kërcellit nga pjesa e butë e gjethes. Kërcellin në rast se doni, shumë mirë mund ta bluani dhe ta bëni miell. Kjo mënyrë e ruajtjes së hudrës së egër për mua është ajo më praktikja, sepse e kam gati
për ta përdorur sa herë që të më duhet në përgatime të ndryshme. Një lug kafe në mëngjes e shtuar tek vezët e skuqura ose të ziera dhe ke marr vitaminën C për gjithë ditën. Kjo është një punë që ndoshta nuk duket në kuzhinë, por që ka vlera të jashtëzakonshme. Uroj dhe shpresoj që këto video t'ju ndihmojnë sadopak. Ju përshëndes.